E pa që bë për 1 metër tokë të uruar? Po 1 metër tokë më o shqiptara, jeni interesuar apo jo? Po të ishin 5, po të ishin 6, po të ishin 10, qa do bëni ta? Ja, ta them unë me sigurit plot. Kishte plas kallashi. E ke poliçani, e ke shumë të mirë, po jeni interesuar. Dale të zbresim poshtë njerë, edhe të pyesim në bashki, kush ka të drejtë se jo për gjë. Po, kështu si po vëm punët. Mos të duke çudi do kërcasi vërtet kallashi. Po do kërcasi kallashi po them, dëgjoj mua po them. Zonja Lume, kemi bërë edhe këtë deklarim në policinë e shtetit. Çfarë prisni? Unë pres drejtësi për zgjidhjen e problemit dhe për atë që më dhunoi, kërcënoi në pranit gazetarëve. Vazhdojmë edhe tek njësia administrative e zonës. Nuk mund të ndiqet procedura ligjore në moment që nuk ka një letër me shkrim që të ngrihet urdhri punës me urdhër të kryetarit bashkisë. Por ndërkohë ti po thua që të martën do vi grupi i punës. Ka nisur letër personale dhe kam lajmëruar drejtorinë përkatëse për ngritje. Kur të është nisur letra personale? Para 2 javësh, diçka e tillë. Kemi të bëjmë me një konflikt pronësie. Një parë se si janë përshkallëzuar konfliktet e pronësisë në Shqipëri, që shpesh ka pasur gjakderdhje. Për një kanaloj, si në rastin e 2 fshimve edhe këtu në zonën tuaj, që ju e mbuloni. Pse nuk keni marrë iniciativën? Të ngrej një grup punë e përtetuar, ju si administrator që jeni ndjeni për ngjarjen. Në qendra administrative këtu ka vetëm një specialist bujqësie. Edhe të gjithë pjesën e grupit punës aty ngre drejtoria përkatëse e bujqësisë që ndodhet në Bashkinë Kuçok. Keni njoftuar kadastrën për të bërë matjet e duhura dhe të shkojë kufiri aty ku ishte? Kemi drejtorinë tonë në bashki që bashkë me topografin që do vendosi do masi parcelën në bazë të artës që është në artës të kadastrës. Vini para se të merreshim ne me konfliktin. Jo, ne nuk si unë jam drejtori i zhvillimit rural. Nuk kemi pasur ankesë në bashki. Këta janë drejtor policisë. Dhe ne po vim tash të verifikojmë gjërin. Ne do të matim, ti jemi me certifikat 3093 metro. Këto metro janë të net. Dakord. Dale, në qoftë se ty se dalin, me pa tjetër që do kontrollojnë kufit, gjithve sa që janë. .4, ja, .4. Ku e ke? Ja, ku e ke. E ke 23 këtu, ja. 23? Ja, .4. E do .3, no, e .3. Ajsa qështë, Po mirë me Baza e lartësi për Baza është kjo, pjesim për 2. I atë edhe shumë zë 2 pjesim për 2. E për dike. Ka lëvizje të kufirit po apo jo? Bukur, Rovena Bukur po flet pasër dhe po flasin. Qofse kjo të dilte mangut me totalen, të thosha që kufiri do shtyshe këtej dhe do lviste, se do plësosh me sipërfaqen kjo. Si X-i, si Y-i janë të certifikuar dhe kanë sipërfaqen që kanë me certifikat. Bile kam tepër, si ai edhe kjo. Në këtë vizën e përbashkët, që ne kemi fiks përballë në këtë moment, zotria është... Ka diçka më tepër se kjo. I tani mos me lafe me mua. Mos e ve ko në zvi. Edhe ikë një gjukat. Mos e ve, vete une. Ko të desh gjukat, nuk jam dakord. Ku të doni ju shkoni? Edhe këtu në zvi, këtu. Po jare që? Po të jare këtu, qani. More e burë, qaje. Të vija jo, edhe të besatore. Jo aty! Për mua dhe topografin këtu është shenja. Po bëni një sherr i cili as nuk ka për t'ju dhënë, as nuk ka për t'ju hequr asnjë gjë. Çfarë do t'ju ofroj më shumë? 1 metër tokë. Do pasuroheni apo do vdisni për burr? Ja vija. O, zoti Maj.
Pra palët nuk gjejnë dakordsi, asnjëra nga palët nuk pranon të lëshoj pe. Është vështirë dhe dakordsia që ata nuk binin atë. Kështu që unë qëndroj deklaratës më pashme që të hiqet sipërfaqja e tokës tepër që kanë këto dy familje. Të hiqet sipërfaqja e tokës tepër që kanë këto dy familje.